Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes kudo që të ndodheni. Një ditë të mbarë, të bukur. Dhe përjetime të bukura me ritëm zemre për në destinacionet e menduara më herët. Kjo studio që nga përmasat fizike nuk është aq e madhe, shpeshherë bëhet e madhe. Vërtet, nga njerëzit, nga ata që vinë këtu, nga ecuria, nga ndisit që i shoqërojnë, nga rezultatet e tyre. Të tillë janë edhe ata që kanë ardhur sot në studio. Në fakt ata janë nxënës të moshave relativisht të vogla, por që janë fitues të mëdhenj. Përndryshe nuk i mbajnë me kaq shumë dashuri këto certifikata dhe medalje që kanë fituar në një konkurs matematike. Konkursi Kanguri, i organizuar nga Shoqata Shqiptare e Matematikës, i ka mbledhur për të shprehur prirje, talentin dhe rezultatet e tyre, punën që kanë bërë. E unë sot i kam ftuar në studio, bashk me antarin e shoqatës kombëtare të matematikës, koordinatorin e konkursit Kanguri, mësuesin e shkollës 9 vjeçare të Komanit, Fabian Terziu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Ne jemi shumë të lumtur që marrim pjesë në emisionin juaj. Ju përgëzoj njëkohësisht për popularitetin që jep një emisionit tuaj dhe temat e ndryshme, domethënë sociale, kulturore, edukative. Po sot kemi temën tuaj, pikërisht të matematikës. Dhe këtu jam së bashku me fëmijët, me fituesit e Kangurit, siç i prezantuat dhe ju vetë. Tani këto kanë të drejtën të prezantohen gjithë secili. Natyrisht ka shumë fitues. Ka shumë fitues, po kemi përzgjedhur disa nga fituesit. Sot kanë ardhur këto fëmijë të mrekullueshëm, të cilët do të thonë emrat e tyre. Unë quhem Daris Kraja. Daris Kraja. Unë quhem Amedin Lekaj. Unë quhem Vejli Dana. Unë quhem Mastikoj Gegaj. Unë quhem Erin Cani. Po urime, sa bukur që jo vetëm u prezantuat, por sa mirë që keni fituar, si ndjeni? Unë jam shumë e gëzuar Po? që kam fituar në 2 olimpiada, në Starballkas edhe në Kanguri. Unë jam shumë i gëzuar dhe shpresoj që të fitoj përsëri olimpiada. Që do të thotë kjo olimpiad ka qenë një frymëzim, domethënë, prej kësaj ti merr besim që do fitosh përsëri. Po. Ose do marrësh pjesë, është shumë e rëndësishme. Po ti? Unë ndihem i gëzuar sepse kam fituar edhe kur isha në klasa më të vogla. Dhe tani që je në klasën e 4, përsëri je fitues. Kjo do të thotë që ty matematika të pëlqen shumë. Po. Është e vërtetë? Ne do ndalemi, po tani do të i drejtohem mësuesit se çfarë është kjo olimpiadë dhe ku synon? Tani, lejoni t'ju flas për detajet e olimpiadës. Në Shqipëri është viti 10, domethënë që organizohet olimpiada e Kangurit. Shoqata Shqiptare e Matematikës ka bërë një kërkesë tek institucionin ndërkombëtar International Association Kanguru Sans Frontier, me qendër në Francë, e cila ka pranuar kërkesën në vitin 2015 dhe në vitin 2016 në mars është pranuar për herë të parë Shqipëria, që është një nga rreth 100 vendet anëtare që merr pjesë rregullisht për të 10-in vit. Ky vit ishte viti 10 që merr pjesë Shqipëria në këtë edicion në Shkodër, është viti i dytë për mua që marr pjesë. Ne kemi organizuar edhe vjet, paktën duke qenë vetë prezant, edhe si mjet në 2 qendra të ndryshme. Unë përfaqësoj qendrën Lider Akademi së bashku me këtë nxënës që janë disa nga nxënësit fitues te grup moshave të ndryshme, të cilët Kanguri ndon në 6 nivele, duke filluar nga niveli i parë, Écolier, Junior, Benjamin, Cadet dhe Student, që janë 6 nivele duke filluar nga klasa e parë deri te klasa 12. Tani këtu kemi ne fëmijët e klasave të parë, 2 dhe 3, 4, grup moshat më të vogla, të cilët janë edhe më të lumturit, të cilët janë ndier siç e shprehen dhe më përpara, janë ndier shumë të lumtur që marrin pjesë dhe do të marrin pjesë rregullisht.
Tani, du t'ju ndaj edhe një detaj tjetër, fituesit e kangurit, grupmoshat e klasave 7 dhe të 9, automatikisht, pas përzgjedhjes të shoqatës shqiptare të matematikës dhe bordit të kangurit, do të marrin pjesë në Olimpiadën Kamo, besoj që ju e njihni, është edicioni 6 që zhvillohet, është Olimpiadë ndërkombëtare të 2 shteteve, Shqipërisë dhe Kosovës, është bashkë organizim. Vjet ne ishim në Prizren, si vjet do të organizohet nga data 4 maj qershor deri në 6 maj qershor, do të organizohet në Tiranë. Dhe nxënësit fitues pas përzgjedhjes, të nxënësit të klasave 7 dhe të 9 do të jenë prezent, do të jenë pjesëmarrës të Kamos. Histori shumë e bukur, ëh? Ju e keni nisur si ato sportistët me startin dhe keni vrapuar, që do të thotë, i keni zgjedhur ushtrimet edhe pyetjet, edhe më në fund keni dalë fitues. Si është përhapur kjo olimpiadë, ky konkurim në shkollat e Shkodrës? Tani, në qytet, domethënë shtria ka qenë shumë e hershme. Ne po bëjmë përpjekje të përhapet edhe në shkollat e fshatrave, periferisë së Shkodrës. Unë kam bërë disa përpjekje në shkollën e Komanit dhe po do mundohem në vitet e ardhshme të shtrihet sa më thellë, domethënë edhe në fshatin me të thellë të Shkodrës, domethënë. Dhe synoj që si një testim që është shumë i popularizuar, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, dhe është një test më i thjeshtë se sa testet e olimpiadave, kuptohet, por duke qenë se ka një shtrirje të thellë dhe është një testim që teston njohuritë e nxënësve dhe mundësitë për përmirësim në disa disiplina të matematikës, siç janë algebra, gjeometria, teoria e numrave dhe shumë disiplina të tjera, që synojnë të përforcojnë njohuritë e nxënësve dhe përmirësimin e tyre njohurive. Dhe presim që në të ardhmen të jo vetëm që të jetë një testim që të zhvillohet nga shoqata, po të jetë edhe pjesë e ministrisë. Cili është synimi i këtij konkursi? Synimi është që të ketë një shtrije edhe në rrugë institucionale në shtet, domethënë. Sikur është olimpiada, të jetë edhe një garë. Prirjeve apo ka të bëjë me talentet që mund të kenë një vjueshmëri? Janë të gjitha bashkë, janë kompleks, duke qenë se është një test në nivelin më të thjeshtë sa niveli olimpiadave, kjo e mundësi nxënësve të garojnë dhe në të ardhmen të jenë konkurrent dhe në disa olimpiadat e tjera, siç është olimpiada SAT, ACT dhe olimpiadat e tjera që dihet që organizohen në Shqipëri, dhe të nxënës dhe së bashku me nxënësit e grup moshave edhe me të mëdha që të synojnë për nivele me të arrijera. Po këtu janë fëmijë të vegjël. Çfarë klase je ti, Zema? Në klasën e 2B, më mësuese Irmën. Në shkollën? Në shkollën Medrese Haxhi Shamia. Po ti? Unë jam në shkollën Medrese Haxhi Shamia dhe jam në klasën të 2B, më mësuese Irma Lekaj. Po ti? Unë jam të shkolla Haxhi Shamia në klasën e 2B, me mësuese Irma Lika. Ju që keni në klasën e 2. Po. Nuk jeni me një klasë, apo jeni, do të thotë, jeni me një mësuese, apo me mësuese të ndryshme? Jo, jeni me një mësuese. Bukur. Po ti? Unë jam nga shkolla Haxhi Shamia dhe jam në klasë të 4 me mësuese Irmi. Vetëm shkolla Haxhi Shamia apo ka dhe Ka dhe shkollat e tjera që kanë marrë pjesë, domethënë, po këto nxënës duke qenë se kanë konkuruar edhe në vitet e më përpara, domethënë dëshirën dhe talentin e kanë. Ja të pyesim atë djalin dhe që Astin është aty. Po. Asti është një shkollë periferike që do prezantohet vetë. Jam klasë 4 dhe studier në shkollën dhe Ujlet. Dhe Ujlet. Bravo, bravo për të gjithë, ju lumt. Po, si arritë të merrje pjesë dhe të vije atë ditë nga shkolla jote në dheun e lehtë dhe të paraqiteshe tek konkursi kanguri? Nga njoftimet? Ja, më tregon vetë. Asti. Atëherë, më ka kallëzu mami këto që i ka fillu gara kangurit, më tha mami me shku, se është e bukur. Kështu që unë i thash mamit po,
Pastaj mësus Fabiani ka pru letra për teste me studiu e kështu. Më thonë, mas e kam fitu, mamit i kam thonë që ka kënë shumë e bukur. Do ka dëshirën që të marri pjesë sërish. Pa ja se flet vetë Asti. Po, kush është mësuesi apo mësuesja jote? Aida Mema. Po mësuesja të kanë ndjekë në përgatitjen ose në interesin Asti, shkove, si ishin, diçka ka qenë aty? Po, Por gjithsesi ti je një nxënës i mirë në matematikë. po, e kam lënë para pëlqyme. E ke lënë të parapëlqyme, që do të thotë, përveç se të pëlqejnë shumë gjëra të tjera, lojnat e tjera, për matematikën ke një qasje, ke një afrim të veçantë, apo jo, gjithmonë 10 merr apo edhe në ndonjë not tjetër? Po. 10. Në klasën e 4, Asti, bravo. Edhe Daris është në klasën e 4. Keni qenë në një sallë kur keni konkuruar apo nuk e mbani mend? Kemi edhe disa foto, regjia. Po, kemi kënë të njëjtën klasë. Njëjtën klasë. Po ju keni parë vetëm fletën e bardhë. Po, Si ishin ato pyetjet? ishin pak të zorshme, po gjithsesi kishe i shans për mi kry, sepse nuk ishin atë vështira, sa me thonë pa e la. Bravo. Po bravo. Po a di ti erdhe me makinë herët u zgjove atje nga Dheu i Lejt? Jo, unë për vedi jetoj në qytet. Në qytet jeton. Po, Po shkolla cila është? Dheu i Lejt, si të thash. Dhe ti shkon atje? Po, shkoj me mamin. E pas ke mamin mësuese. Po. Bravo, shumë mirë. Mami duhet të jetë Shumë nxitse krenar. dhe çdo prind duhet të jetë nxitës. Apo jo, si u kanë mbështetur prindrit juve? Mua më mbështeti, më tha, Amelin, ti do të guxosh? Dhe unë atëherë fillova dhe mendova, i thash vetit, Amelin, ti do të guxosh dhe do ta fitosh atë olimpiadë. Pa ngrijo pak në këmbë sepse ta ka zënë mikrofoni fytyrën. Dhe mami apo babi të dy të thanë, Amelin, Po. ti do të guxosh. Po. Dhe kjo të dha besim, Amelin? Po, Është hera e parë që merr pjesë apo ke marrë pjesë edhe ndonjëherë tjetër? po kam marrë në 2 olimpiada pjesë, Aha. në olimpiadën e kangurit dhe në olimpiadën e Starballkës. Dhe në të dyja ke dalë fitues. Po. Si punon me matematikën ti, Amelin? Unë i shoh mirë fletët dhe nuk i bëj për shpejt. Nuk i bën shpejt. Jo, Kjo i është shoh me vëmendje. me vëmendje. Kjo është këshilla që të japin prindrit apo edhe mësuesja? Edhe mësuesja më thërë që mos i bëni shpejt, sepse ne kemi shumë kohë, po veç lexoni mirë gjërat që ka shkruar në test. Sa bukur. Jam do t'ja jap fjalën këtij shokut tënd që është Wenli, a? E mbajta me emrin tamam? Po. Edhe ti si veprove Wenli gjatë zgjidhjes së ushtrimeve apo pyetjeve të olimpiadës? Për shemë, unë grisha në flet duke e pa, unë nuk i plotësosha shpejt ushtrime, sepse ka disa ushtrime që kanë kurthe. Që kanë kurthe. Po mirë, të kujtohet ndonjë kurth i vogël? Për shembull, se do të ma thoje e rindi. Të kujtohet ndonjë prej pyetjeve? Jo. Ishin shumë, sa ishin? Diçka 24. 24. Dhe ju u menduat dhe më pas e dorëzuat fletën. Kështu, ishte, do me thënë gjatë kësaj kohë ishit të përqendruar apo shikonit edhe për rreth, si po veprojnë të tjerët? Unë isha e përqendruar, sepse i lexoja mirë pra gjëra, dhe isha shumë e përqendruar, nuk u përqendrosha tek shokët. Po? Dhe unë nuk u pjoshe tek shokët, sepse unë dua që ta fitoj vetë. E kuptoj, nuk bëhet fjalë asnjëherë për kopje. Po, qenë kopje.
ushtrimet janë vetëm për ty. Unë e di këtë, po unë të pyeta ishin përqendruar këtu apo shikonit edhe si po veprojnë, sa shumë po punojnë të tjerët. Kjo ishte pyetja. Unë isha I përqendruar tek fletët sepse duke parë shokët mua më humbasin minutat. Të humbasin minutat, kjo është, apo jo? Daris, a? Po mirë, si të duken pyetjet ty? Më duken të thjeshta, por edhe disa pyetje ishin të vështira për mua. I le ato të vështirat për në fund? Apo I zgjidhe me radhë, 100, 200, 300 deri në Me radhë, por me të vështirat të lash për fund që mos të hupja kohë. E Rindi, si ka vepruar? Dhe unë kam vepruar, vepruar si Darisi. Kjo është porosia që jep mësuesi, apo jo? Po. Edhe për drejt. Po, më tregoj Asti ndjesit tuaja gjatë zhvillimit të këtij konkursi. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, edhe kisha dashur me e bë çdo muaj për shembull. Ishte sepse nuk është kështu si kur jeto luftu për me marrë një çmim në kupë, kështu. Është vetëm me testu një ori tanë që ke për matematikën. Më dhe ndjesi që t'je. Po. Bravo. Ju garën e keni me vetë vetën, që do të thotë ato çfarë ju keni brenda jush, përgatitja juaj, dëshira juaj për matematikën, të shprehet në letrën e bardhë që është konkursi. Po mirë, jeni përgatitur ju më herët për këtë konkurs, apo a erdhi gati si papritur? Jo, unë isha e përgatitur për këtë konkurs. Unë isha I përgatitur dhe rria disa për shembull me orët e dyta rria me mësuesen për të bërë ushtrimin. Sa bukur, si ka emri mësuesja jota? Irma Sadiku, të gjitha mësuesit I përshëndesin. Vërtet janë frymëzuese dhe kanë një ndjeshmëri të veçantë, apo jo? Po. Po mirë, në klasën tuaj, në klasat tuaja morën pjesë edhe të tjerë, apo ju caktoi vetë mësuesi apo ishte dëshira juaj për të marrë pjesë? Jo, ishte dëshira jonë. Sa bukur, që do të thotë ju jeni frymëzuar nga matematika. Po. Pse është e bukur matematika sipas jush? Sepse ka shumë, ka shumë lënda të tjera që janë të bukura, por tek matematika ka diçka që duhet mi I vëmendje. Dhe ka shumë gjëra të bukur si shumëzimi, pjesëtimi. Ujeli. Për mua matematika është diçka që është një thesar që e mbajnë në dorë. Dhe në jetën reale, ne na duket matematika për shembull kur jemi duke bler, kur jemi duke matër kohën e të tjera. Po ma jep ta puth pak dorën që ke shkruar ushtrimet e matematikës? Ua, sa bukur. Të gjithë jeni të mrekullueshëm. Unë këtë puthje dhe përqafime shpërndaj tek të gjithë. Sepse vërtet ju jeni fëmijë shumë të zgjuar, por ajo që më bën përshtypje është dashuria që ju keni për matematikën. Është kështu. Po. Sa bukur. Mirë, si ka nisur kjo dashuri për matematikën? Nisi qysh në klasën e parë, unë fillova, kur e hapa librin e matematikës, një herë parë që ishin shumë gjëra të thjeshta, sepse isha në klasë e parë, dhe sa kisha hyrë brenda. Por pastaj fillon të vështrohen, të vështirësohen, por prapë unë ja dola dhe mora në 2 olimpiada fitova. E si tha Wendli, matematika është një thesar që e mban në dorë dhe që të vlen për jetën. I përmlodhi kështu edhe kur shkon të blesh, edhe kur bën veprime të ndryshme. Si është shërben ju matematika në jetën tuaj? Më thuaj Asti? Me mle dhe me zbërit, matematika është shumë e rëndësishme, sepse shumë gjëra sot kryen me veprime, të shumëzohet, të pjestu. Si kur tha?
matematikë. Si kur tha Ueli. Po. Por është diçka e vërtet që matematika i bën një gjimnastik mendjes. Apo jo? Po. Ju mund të keni në dorë edhe kompjuter edhe celular dhe mund t'i bëni me makinë llogaritse. Po sa rëndësishme është t'i bëni me mendjen tuaj? Po. Më thoni pak. Është më rëndësishme. Ato që bëhen, ushtrimet që kanë deri diku shifra, apo jo preso, nuk është me shifra shumë të mëdha. Nëse se jonë na bën sa më shumë ushtrime në matematikë për të rritur një arrin tonë. Dhe ju me njëherë, kur bëni disa llogaritë të thjeshta, e keni rezultatin në dorë. Po. Kështu është. Bukur. Vetëm nga përgjigjet e këtyre fëmijëve. Pikërisht, matematika shërben shumë për zgjidhjen e situatave nga jeta reale dhe shumë e domosdoshme për zhvillimin e kapaciteteve të fëmijëve. Dhe qëllimi i garës së kangurit dhe olimpiadave të tjera, pikërisht, është që nxënësit të zhvillojnë logjikën, shtrihen botën e matematikës, që t'i japin zgjidhje situatave shpesh herë të domosdoshme për të ndërvepruar me njohuritë e tyre shkencore, sepse shpesh herë vetë jeta është e papritur dhe duhet t'i jepsh një zgjidhje të shpejtë. Sa nxënës kanë marrë në Shkodër pjesë në këtë konkurs, sepse unë po shoh që këto nxënës jo vetëm që janë të përgatitur dhe kanë një qasje speciale, por kjo ftesë mund të jetë edhe për të tjerë. Pikërisht, dhe kjo është qëllimi, domethënë që në të ardhmen të shtrihet sa më shumë, gara kangurit bëhet më e popularizuar, sepse nuk është një garë institucionale siç janë olimpiadat që organizon vetë ministria, po duke qenë se ka një popularitet shumë të madh, domethënë nëpër botë dhe gara kangurit ka një qasje, një shtrihje shumë të madhe në shumë disiplina dhe vetë formati i këtij lloji testimit është i tillë që zhvillon imagjinatën, logjikën, sepse vetë formati është i formuluar në mënyrë të tillë që shumica ushtrimeve janë zgjidhen me anë të logjikës, domethënë me anë të përfytyrimeve, të perceptimit, të gjitha ushtrimet janë me alternativa, gjë të cilët ka një mekanizëm që nxënësi mund ta përpunojë informacionin, mund t'i përpunojë pamjet vizuale në mënyrë të tillë që të jap një përgjigje të shpejtë dhe të saktë, domethënë, duke parë mbi atë që shef dhe duke i dhënë një përgjigje përfundimtare. Pra, në këto momente unë mendoj kështu që kanguri në këtë rast ju jep mundësinë një qasje të drejtë për drejtë, pa përdorur teknologji ndihmëse, por duke futur në përdorim imagjinatën, logjikën tuaj, gjë që ju bën në një gjimnastik të mrekullueshme të mendjes. Apo jo, Ueli, më thuaj pak se cili veprim të pëlqen më shumë? Të bësh ushtrime me shumëzime, pjesëtime, mbledhje apo zbritje? Kush janë më të këndshmet për ty? Për mua më të këndshmet janë të bëj ushtrime me shumëzim dhe me pjesëtim. Bravo! Mbledhjen me 2 numra, e mund ta bëni? Po. Është shumë mirë. Ju të klasave të 4-ta keni arritur nivele. Problema më të. Problema më shumë. Më shumë dhe bëjmë shumëzime sa më shumë. Bravo. Gjë shumë e bukur. Në klasat tuaja kanë marrë pjesë dhe të tjerë, besoj? Po. Kanë fituar edhe çmime të dyta, apo? Nuk e di. Si keni festuar këtë? Sepse Amelin e ka marrë medaljen, ja kjo është, po të gjithë kanë nga një medalje. Po mirë, si e ki festuar? Mbasi ke dalë nga konkurimi, mbasi keni dalë, ju priqin prindërit apo mësuesit, si ishte ajo situata? Mua me priqin prindërit dhe nuk e dhe unë i thash vetes që Amelin mos e lësho dorën, po do të fitosh më shumë olimpiada. Bravo, mos e lësho dorën. Po ti çfarë i the vetes? Unë i thash vetes që do t'ja dalë dhe janë të ula të ma. Ja, sa bukur. Po, Asti. Edhe mu për vetin për ishte vlaj, po kur dolla për aty sa përfundova testin, 50/50. Ishe i bindur. O paka shumë e fitoj krejt, o paka shumë mua me e fitu. Bukur. Ja. Ndërsa Erindi? Erindi?
Unë në fillim kur e kam bërë këtë Olimpiadën Star Balkans, nuk kam pas besim tek vetja. Por më në fund ja dola. Ja dole, tani ke një besim shumë të madh se gjithmonë, apo jo Daris? Po. Po mirë, përgjigjet erdhën pas disa vitësh. Ju gjatë kësaj kohe kishi këto dilema 50 me 50. Amelin, unë do t'jem fituese, Wenli patjetër që do të fitoj, të tjerët kishin mendimet e tyre. Po kur erdhën përgjigjet, si përjetuan? Unë u gëzova shumë. Ajo ka kënë ditë shtunë, kur mua më erdhën përgjigjet të darë. Dhe me zi prisha të shkoja në shkollë dhe të thoja shokeve dhe shoqeve të mia. Atë natë gjumi ishte i ëmbël. Bukur. Po çfarë kanë shokët dhe shoqet edhe mësuesja? Mësuesja më tha të lumë. Bravo, shumë mirë. Besoj se të gjithë kanë kënë përjetime. Po ju në dheun e lejtë, e mori vesh mësuesja që ti more pjesë tek kanguri? Po. Masi mërëdhen përgjigjet, një të hane isha një te i lokalnjëtë, edhe ishte mësus Fabiani. Më thjerë mësus Fabiani, pak me kalzoj përgjigje që kam fitu garën e kangurit. Ma vonja kalzova mërin të mësusës. Po ata çfarë thanë? Mami më tha bravo. Shokët e shoqet? Të shpër shokët si jam kam kalzu pak e Po do t'ja tregosh? Do të me nëzitë edhe nxënësit e tjerë. Që të zhvillohet konkurrenca, patjetër. Është një konkurim që kanë nxitur. Kanë nxitur shumë dëshirë. Edhe konkurrencën mes nxënësve, kjo është. Çfarë lokalish e keni realizuar këtë? Ne kemi realizuar. Lokal shkollor, kuptohet. Jo, ne kemi realizuar në Shkodër në 2 qendra. Unë kam përfaqësuar si koordinator qendrën Lider Akademi. Po pra. Ndërsa qendra tjetër ka qenë qendra Marifit, ku ka pas një pjesëmarrje pak a shumë të njëjtë me vitin paraardhës. Në çfarë shkolle e keni zhvilluar këtë? E kemi zhvilluar në një qendër private, Lider Akademi, përballë shkollës Osokuka. E përshëndes edhe drejtuesen e qendrës, Ermira Omari, e cila u përkujdes, domethënë, edhe për zhvillimin e testimit. Sa vetë morën pjesë? Kanë marrë pjesë rreth 30 nxënës, por në total, domethënë në Shkodër kanë marrë pjesë rreth 7 nxënës. Pak a shumë është i njëjti numër me vitin paraardhës, dhe pra ne dëshira dhe qëllimi i kësaj gare, sikur janë dhe olimpiadet e tjera, është që nxënësit të angazhohen dhe të marrin pjesë sa më shumë. Unë mendoja se kanë marrë pjesë 300, 500, sepse dëshira e këtyre fëmijëve që ka shumë e madhe, dhe këto vitin e ardhshëm kur të kalojnë në klasat e tjera dhe Kanguri është një nga garat. Do të marrin përsëri pjesë. Kanguri është një nga garat. Ajo që është më e rëndësishme është ajo kamo, siç u thash më përpara. Nxënësit e klasave 7 dhe të 9. Këto nxënës janë të vegjël, janë të klasave të parë, të dytë deri te klasa 4. Prandaj ngjitet një ndërtesë lart, do të kalosh. Këto duhet bëjnë shumë, duhet bëjnë shumë përpjekje. Në klasën e parë. Ne kemi më lejoni të ndaj një përvojë timen. Vitin që kaloi, unë isha pjesë e kamos në Prizren që u zhvillua. Kemi edhe 3 foto të tjera. Pa, pikërisht. Isha pjesë e kamos që u zhvillua në Prizren, aty shkëmbeva përvojat e mia me shumë profesorë dhe pedagog të Kosovës dhe të Shqipërisë, si antar i shoqatës së matematikës dhe koordinator i Shkodrës për kangurin. Dhe këtu jemi te Loyal Gymnasium në Prizren, këtu janë stafi i pjesëmarrësve të profesorëve të Kosovës dhe Shqipërisë së bashku. Këto janë ambientet, është pjesa e jashtme e gjimnazit. Kemi pas një konkurs 3 ditor nga data 5 deri në 7 korrik, si vjet ne do ta organizojmë në Tiranë. Testimi zhvillohet me 2 klasa, klasat e 7 dhe të 9, prandaj unë dëshira ime është të nxënës ta vazhdojnë këtë ritëm, të dëshirë për matematikën, ta duan matematikën, dhe duke qenë se Kanguri ju jep këtë shans, këtë mundësi, nxënësit do të përzgjidhen nga bordi i matematikës, bordi i Kangurit e matematikës. Ne kemi pas nga Shkodra 2 përfaqësues, të cilët u paraqiten jashtëzakonisht mirë edhe tek Kamo në Prizren, dhe presim që në të ardhmen edhe këto fëmijë të shkëlqejnë, domethënë të antari i shoqatës së matematikës dhe koordinator i Kangurit për Shkodrën. Strukturave, çfarë punë bëni ju që këto pjesëmarrje të jenë ende më të mëdha, sepse të shkollat të tjera
mund të kenë dëshira, mund të kenë fëmijë të pasionuar dhe mund të kenë prirje të evidentuara dhe zhvillim të talenteve të tyre. Ne i nxisim, unë vetë punoj me disa nxënës dhe bëj përpjekje maksimale që këta nxënës të jenë të konkurrueshëm, jo vetëm për garën e kangurit, por edhe për garat e tjera, siç ishte Kamo dhe olimpiadet e tjera, siç ka marrë pjesë edhe Amelini, siç e thallë më përpara, është vlerësuar me 2 certifikata nga kanguri dhe te olimpiada tjetër. Sa rëndësishme është që ju të lidhen edhe me mësuesit drejt për së drejti, jo vetëm me prindrit, por edhe me mësuesit jo vetëm në Shkodër, në qendër, por edhe në zona të tjera, në fshatra ku mund të ketë, se historia ka treguar se jo vetëm qyteti, por edhe fshati punon shumë mirë. Jashtëzakonisht mirë. Ne duhet të gjejmë, të kemi durim dhe të gjejmë mundësi të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, me të gjithë kolegët, qoftë të qytetit, qoftë të fshatrave, qoftë edhe jashtë rrethit, jashtë qyteteve të tjera, siç kanë pas përvojën, siç i prezantova edhe ti vetë tek Kamo në Prizren, që të nxisin nxënësit, talentet, këto të rinj, këto të vegjël, që nesër mund të marrin fatet e vendit tonë dhe pse jo të jenë përfaqësuesit me të fatin e vet dhe të vendit tonë, pikërisht. Që do të thotë një kontribut edhe për vendin. Po nëse ju bëheni njerëz shumë dinjitos, po i quaj, në profesionet tuaja, në pasionet tuaja, patjetër që do t'i shërbeni të gjithëve, apo jo, në radhë të parë vetës, familjes. Matematika është shumë e rëndësishme në gjitha fushat, jo vetëm për matematikën, por gjitha fushat. Jep zgjidhje situatave problemore, situatave të ndryshme që mund ndeshin nxënësit, që janë pjesë vendimarrje, në pjesëmarrje dhe shumë të tjera, këto janë të vegjël dhe të nxisin domethënë dëshirën e mirë që të zhvillohen në mënyrë progresive në të ardhmen. Edhe Erindi, Daris, Asti. Po për te jush janë edhe të tjera, janë edhe të tjera, unë po i drejtohem me një mesazh të tjerëve, edhe të tjerëve. Ju keni ardhur me certifikatat, me medalje. Patjetër që do kalojnë vitet dhe këto certifikata dhe këto medalje do të mbesin një kujtim shumë i bukur, por edhe një hap i rëndësishëm në rrugtimin tuaj. Edhe një përgjegjësi patjetër, një përgjegjësi që do t'i dhënë një objektivitet që do t'i vendosin vetes. Besoj se do vazhdoni pasionin me matematikën. Po që t'ju bëj një ushtrim shpejt, apo e lëm pas do bëj disa ushtrime për një herësh, prandaj as goja nuk mi zë sa veprime do t'ju them, që është një shaka matematika, sepse kurtet në matematikë janë nga më të ndryshme, prandaj unë dua t'ju mësoj në atë çfarë është drejt, e bukur edhe jo me kurthe. Unë ju uroj që rrugtimi juaj shkollor, edhe në matematikë, edhe në lëndë të tjera, të jetë paq i bukur dhe ju të bëheni nxënës dhe njerëz të ditur dhe me dinjitet të vazhdoni rrugtimin tuaj në jetë. Ju falenderoj shumë, Erind, Daris, Amelin, Wendy, Erind, Asti, profesor Fabiani, ju uroj punë të vyer. Ne do përpiqemi të gjithë, jo vetëm unë, por shpresoj pikërisht. Dhe ndoshta është përgjegjësi shumë e madhe e të gjithëve, të them të drejtën, që të marrësh përsipër në këto organizime për të evidentuar prirjet dhe talentet në matematikë, gjë shumë e bukur, dhe uroj që shoqata matematikanëve, por edhe konkurse të tilla si Kanguri apo të tjera që zhvillohen, të jenë një nxitje shumë e mirë që këto prirje të mos mbesin aty, po të zhvillohen në nivele dhe në hapësira të tjera. Ju uroj shumë suksesa. Faleminderit, ne jemi shumë të lumtur që morëm pjesë në emision dhe fëmijët do shprehen gjithashtu. Edhe unë jam jashtëzakonisht e gëzohem për suksesin e gjithë secilit, gëzohem për suksesin e gjithë secilit prej tyre, edhe për nxënësit që nuk morën pjesë, që nuk ishin edhe pse ishin fitues.
Duke qenë se ishin edhe tek qenëra tjetër dhe nuk ishin mundësi domethënë të organizoheshin, po edhe këto që ishin mjaftueshëm. Gjithsesi, ne Ndihem shumë i shpërndajmë lumtur. një Faleminderit. mesazh. Prirjet, talentit duhen zhvilluar dhe pikërisht këto pjesëmarrje janë një mundësi e mirë. Faleminderit ju të gjithëve dhe urimet më të mira. Ju falenderoj për